Nëse i shihni këtë pamje pa mbeshkrim, do të mendoni se janë gjujtje me armë në Kolumbi apo Meksik. Më romë pat fjallë që u gjinë motorë që ka ndodhë. Është e konfirmuar që u gjinë motorë. Nëse i shihni këtë pamje pa mbeshkrim, do të mendoni se janë gjujtje me armë në Kolumbi apo Meksik. Mirë, po fatkeqësisht kjo ka ndodhur në Kosovë, me saktësisht në rrugën Vllezrit Garvalla në Vushtre, ku mbrëm në mesnat është sulmuar me Kalashnikov shtëpia e Liridon Osmanit, i cili para një muaj u rrah brutalisht në sy të vajzës së tij derisa ishte duke e dërguar në Sirre. Me të marrë informacionin mbrëm kam qenë vend Xhari, ku kam parë 10 policë, disa automjete të tyre dhe familjen e Liridon Osmanit, babaj dhe vllajën e tij, të cilët qëndronin në vend ngjarjes. Aty edhe nga pamjet filmike që shikova, por se një motociklet ka lëvizur disa herë para shtëpisë së tyre. Ajo në një moment është ndalur dhe personi që ishte duke e drejtuar atë ka zhuajtur me breshri plumbash me Kalashnikov në drejtim të shtëpisë e Liridon Osmanit. Në bisedë prapa kamerës me babajnë e Liridonit e vllajën e tij, ata thojnë se sulmuesit e mbrëmshëm janë po ata që e sulmuan Liridonin para një muaji. Mirë po, deri me tash policia e Kosovës nuk ka arritur të arrestoj asnjë person, as për sulmin brutal që ju bë para një muaj, e as për gjuajtjen me Kalashnikov para shtëpisë që ndodhi mbrëm në orët e mesnatës. Verio Info ka siguruar pamjet brenda shtëpisë, ku shihet se përveç që plumat kanë depërtuar në përdhoma, njëre prej plumave ka depërtuar edhe pranë shtratit të vajzës së Liridon Osmanit, që mund ta shihni pamjen edhe në video. Liridon Osmani prej 2 muajsh vazhdimisht bën denoncime në stacionin policor në Vushtre se po kërcënohet nga familja Gërbeshi. Mirë po, policia asnjëherë nuk i ka ofruar mbrojtje, as pas sulmit që i ka ndodhur para një muaji, e për cilin as nuk ka të dyshuar zyrtarisht deri më sot, e as të arrestuar. Pra ata asnjëherë nuk i ofruan mbrojtje kësaj familje. Si pasojë e kësaj, këta u gjendën të ekspozuar dhe u sulmuan mbrëm prapë me Kalashnikov. Familja Liridon Osmanit vazhdimisht si prapa kamerave, si para kamerave, adresë të sulmeve ndaj tyre e ka familjen Gërbeshi, e cila asnjëherë deri më sot nuk është deklaruar për të mohuar ose pohuar të pretendimet familjes Osmani. Madje as policia e Kosovës deri më sot nuk ka thënë se ka të dyshuar për rrahjen ndaj Liridonit apo për sulmin e mbrëmshëm. Mirë po, është shumë evidente situata se policia e Kosovës duhet t'i ofrojë mbrojtje të afërt familjes së Liridon Osmanit, përndryshe po e lënë të ekspozuar ndaj sulmuesve që po e gjuajnë vazhdimisht në drejtim tij, si me rrahje fizike, si me gjuajtje me Kalashnikov. Ne po provojmë me kontaktu edhe me prokurorin e rastit më harrem prekazi dhe të shohim se a ka diçka më afër më shumë për rastin. Ale, përshëndetje prokurori, jam Gazmen Morina prej gazetës Veriu.info. Po, përshëndetje Gazmen. A je luhet çysh po kalon? Me sa kom kuptu pra jenë prokurori rastit për ngjarjen që ka ndodhur mbram ku sulmuan shtëpia familjes Osmanin në Vushtre. Edhe deshta me dita ka dyshumë ose diçka lidhje me rastin. Njerë për njerë jena në fazën e time Gazmen. Edhe nuk muna me publiku në raport me këtë çështje as me komentu. Në momentin që i kryejmë gjitha kushtet dhe rrethana do të dalë me një informim zyrtar. Se mron pat fjalë që u gjinë motorë që ka ndodhur. Është e konfirmuar që u gjinë motorë. Gjatë punës time mbi 10 vjeçare si gazetar kam parë shumë raste edhe të vrasjeve, edhe të plagosjeve, edhe të gjuajtje me armë zjarre. Mirë po, sulm më brutal se të mbrëm nuk kam parë asnjëherë. Një sulm që ju ka bën derë shtëpisë, vetëm 4-5 metra prej derës shtëpisë, dikush ka pas guximin dhe ta gjuaj me Kalashnikov. Si shihet edhe nga gjuajtjet me armë, duket se gjuajtja është tepër profesionist dhe ka arritur me zaktësi të largohet nga vendi i ngjarjes. Sidoqoftë, Verio Info i jap hapësirë gjithë personave të cilët i ka përmend Liridon Osmani, familja e tij, ose në çfarëdo konteksti që janë përmend për këto raportime,
në median tonë që të vinë edhe ata dhe ta japin versionin e tyre. Dera jonë është e hapur për gjithë secilin, por sidoqoftë ne të sfidojmë me pyetje për ngjarjet që kanë ndodhur javëve të fundit.